Sheshi festiv i Lezhës doroi një spektakël emocionues përmes një sfilade mode ku protagonistë ishin fëmijët e qendrës kulturore të fëmijëve. Ata parakaluan në pasarel me veshje të realizuara enkas për këtë aktivitet nga stilistja Lorena Malshi, duke përcjell emocione dhe duar dorëhiqje nga të pranishmit. Ky aktivitet erdhi si rezultat i bashkëpunimit mes Spatë Kulturës dhe Qendrës Kulturore të Fëmijëve dhe ishte pjesë e kalendarit të pasur të aktiviteteve që Bashkia e Lezhës po organizon në kohët e festës së fundvitit. Stilistja Lorena Malshi, njëkohësisht kostumografe në Patrin e Kulturës Lezhë, thekson se bukuria dhe natyrshmëria e fëmijëve lezhian të kombinuar me veshje të punuara posaçërisht për ta e bën një mbrëmje të tillë edhe më të veçantë. Sonde Pallati i Kulturës në bashkëpunim me Qendrën Kulturore të Fëmijëve organizuam një sfilat me fëmijë ku çdo gjë shkoi bukur, çdo gjë shkoi perfekt, publiku ishte shumë entuziast edhe pse ishte pak ftohtë, por gjithsesi çdo gjë ishte një mrekulli. Fëmijë të bukur dhe veshje të bukura, ishte kjo një gjetje për festa gjëra sa më festive? Atëherë, fëmijët e bukur janë gjithmonë, por ne u munduam që të sjellim disa veshje që t'i përshtatemi pak edhe me që jemi pranë festave. Sheshi festiv i Lezhës po dhon çdo mbrëmje performancë artistike dhe aktivitete të ndryshme kulturore duke gjallëruar atmosferën e festës të fundvitit.